Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk tha. Pejgamberi Allahut kur i ka fol atë që doin me ngu. Ka thonë pejgamberi Allahut kur shkoi njëri me flet sabah, kur shkoi njëri me flet, vën shejtani edhe atë krije ja lidh një trini. Sa herë që i ban muqutët, flinë se ka vak. Herë, pusho, tha nëse ngritët e përmen Allahun, zgjedh në një. Nëse bel avdes, e zgjedh dirën të një. Nëse falët, pra namazë sabah, apo namazë natë, zgjidhen të trinijët. Çka ndodhë me ata? Tha fe asbaha nashitan tayyibu nafs, bëhet aktiv. Veçja nuk i do këtë Iran, cukur se me bajt një kodë në shpi. I let. Nashit, aktiv, tayyibu nafs, disponim. Dishka s'kan që të sot hiq disponim. Si e disponim? Ti bëhet disponim, bile. Dishka stres, ti pak, bile. Unë se di ki stres, të s'pimbit njerëzit. Ilaçi stres është namazi sabah, premtim i pejgamberit Allahut, asbaha nashitan tayyibu nafs, bëhet aktiv edhe bëhet shpirt mirë, njëv disponim. Wa illa, e nëse flet, asbaha keslanen khabithun nefs, me si se vetën e bon. Me pas një kolis, hëmën, shtim një pak. Sikur motori blokum, khabithun nefs, me kërkansën ban. S'ka disponim.